Avancimi i projektit të sistemit të vëzhgimit të kamerave qyteti i sigurt është e vlerësuar lart nga koalicioni shqiptar në pushtet të Vlen. Sipas tyre, sistemi që pritet të finalizohet në fillim të muajit të ardhshëm është çështje sigurisë publike, e mbrojtjes së jetës së qytetarëve dhe vendosjes së rendit në komunikacion. Kur flasim për qytet të sigurt, nuk flasim për kamera apo xhoba, por për jetë njerëzish. Flasim për rrugë më të sigurta, për familje që nuk duhet të humbasin më baballar, fëmijë apo motra për shkak të papërgjegjshmërisë së dikujt tjetër. Kujtojmë se të premten në Kuvend u votua ligji për kundërvajtje me 81 vota. Ligji kaloi me votat e partive që krijojnë shumicën parlamentare, ndërsa u kundërshtua nga deputetët e Frontit Evropian dhe ata të LSDM-s. Dje VMRO-ja mbajti një konferencë për gazetarët, ku deputeti Bojan Stojanovski deklaroi se LSDM dhe BDI treguan se janë të pandashme edhe në opozit, duke theksuar se deputetët e Venko Filipçis dhe Ali Ahmetit u bashkuan kundër sigurisë dhe jetëve të qytetarëve në komunikacion.